Një delegacion i komunës së Gostivarit i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Komunal Valdet Xhaferi me rastin e ngjarjeve të 9 korrikut të vitit 1997 në Gostivar, bën homazhe te varet e 3 dëshmorëve të rënë, Nazmi Saliut në Turçan të Vogël, Shpendi Sejni në Forin dhe Milaim Dauti në fshatin Dobërdol. Me këtë rast Xhaferi theksoi nevojën që kjo ngjarje të mos harrohet dhe qërbej si mësim për forcimin e bashkëjetesës, respektit për të drejtat e komuniteteve dhe për kujdes më të madh institucional ndaj simboleve kombëtare. Sot bashkë me banorët e Turçanit të Vogël, por edhe me gjithë qytetarët e Gostivarit, në udhëheqjen e gjithë përfaqësuesve dhe në organizimin e komunës së Gostivarit, përkutojmë 9 korrikun, ngjarje mjaft e rëndësishme për qytetin e Gostivarit, për shqiptarët në Maqedoni të Veriut, që do të jetë në mbamendjen e historisë së këtij shteti, por mbi gjitha edhe në mbamendjen, memorien e çdo qytetari të Gostivarit për gjithë zhvillimet që ndodhen pikërisht në këtë ditë, ku ranë dëshmor 3 bashkëqytetarë tanë, Nazmiu, Shpendi, Milaimi, në mbrojtje të flamurit tonë kombëtar, gjës hyjnore kombëtare institucionale të cilën e kanë shqiptarët në Maqedoni të Veriut. Të gjithë jemi dëshmitar se në atë kohë u vranë, u torturuan, u rrahan dhe u burgosën me qindra qytetarë, drejtuesit institucional të po këtij viti, pra të vitit 97, si kryetari i komunës, profesori Rufi Osmani, por edhe udhëheqësi tjerë të komunës së Gostivarit, u burgosën, u keq trajtuan, vetëm e vetëm pse mbrojtën dhe ngritën gjën të cilën neve si shqiptar na takon momentin institucional dhe hyjnor, do të kisha thënë si komb, flamurin ton kombëtar, dhe kjo ditë do të përkujtohet në mënyrë të vazhdueshme, permanente, sa të jetë vetë edhe ky qytet, por edhe sa gjithë shqiptarët në Maqedoni të Veriut dhe në Gostivar do të frymojnë shqip. Dhe kjo ditë le të shërbejë si moment reflektimi, si moment i mbamendjes së historisë për gjitha zhvillimet se çka kanë kaluar shqiptarët në gjithë këtë historik prej pluralizmit e këndej, që të mos përsëritet e njëjta situatë, që mos vihemi pikërisht në momente ku do duhet bien dëshmor në mbrojtje të gjërave elementare institucionale të cilat i takojnë një kombi, një etnie, dhe besoj se kjo ditë është një moment reflektimi, por edhe porosie për zhvillimet të cilat sot ndodhin në vendin tonë, në drejtim të shtypjes dhe shqiptarizimit dhe instalimit të shqiptarëve nga marrëveshja e Ohrit dhe nga institucionet, lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe gjithë atyre që sakrifikuam për kombin dhe simbolet kombëtare. Ngjarje tragjike të 9 korrikut 1997 në Gostivar paraqesin një nga momentet më të dhimbshme dhe historike për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Në këtë ditë, në vitin 1997, forcat speciale maqedonase ndërhyjnë me dhunë në komunën e Gostivarit, duke hequr flamurin kombëtar shqiptar dhe arrestuar drejtuesit komunal të asaj kohe. Përplasjet me protestuesi shqiptar rezultuan me pasoja të rënda. 3 qytetarë shqiptar humbën jetën, qindra të tjerë u plagosën dhe u arrestuan. Mes të arrestuarve ishte edhe kryetari i atëhershëm i komunës së Gostivarit Rufi Osmani dhe kryetari i Këshillit Komunal Refik Dauti. Ngjarja u shkaktua pas vendimit të autoriteteve komunale për të ngritur flamurin kombëtar shqiptar pranë komunës, gjë që u cilësua si paligjshme nga gjykata kushtetuese e atëhershme e Maqedonisë. Ndërhyrja brutale e forcave policore u pasua nga dënime të ashpra për lider shqiptar dhe reagime të shumta brenda dhe jashtë vendit.